Mbrëmja e dieshme ishte një nga ato net që mbeten gjatë në kujtesën e publikut dhe banorëve të shtëpisë më të famshme në Shqipëri, Big Brother VIP 5. Një atmosferë e mbushur me emocione, tension dhe ndjenja të papërmbajtura shoqëroi largimin përfundimtar të Xhie Gimbos. Një prej personazheve më të komentuar dhe më të ndjerë të këtij edicioni, që në momentet e para u kuptua se ai do të largohej. Në shtëpi ra një heshtje e pazakontë. Banorët e ndjenë menjëherë boshllukun që po krijohej. Banorët, të cilët kishin ndarë për javë të tëra të njëjtin ambient, sfida dhe momente të forta, e ndjenë menjëherë këtë ndarje. Por mbi të gjitha, ishte reagimi i Selin që preku më shumë. Selin qëndroi përballë këtij momenti me një forcë të admirueshme. Edhe pse sytë i mbusheshin me lodhë dhe zëri her pas here i dridhej, ajo bëri çmos të mos shpërthente në të qarë. Ishte një përpjekje e qartë për të ruajtur veten, për të treguar se ishte e fortë, ndoshta edhe për t'i dhënë Gimbos një lëm të mirë më të qetë. Në atë heshtje të mbushur me ndjenja, çdo shikim, çdo lëvizje dhe çdo fjalë kishte një peshë të veçantë. Nga ana tjetër, Xhie Gimbo, pasi doli nga shtëpia dhe u gjend në studion e madhe të Big Brother VIP 5. Reflektoi një qetësi dhe maturi që nuk kaloi pa u vënë re. Ai foli me sinqeritet për eksperiencën e tij, për marrëdhëniet që kishte krijuar dhe për emocionet që po përjetonte në ato çaste. Por momenti më i ndjerë ishte kur ju drejtua Selin. Me një ton të butë, por të vendosur, ai i kërkoi asaj të mos dorëzohej. I tha të vazhdonte përpara, të qëndronte e fortë dhe të besonte në veten e saj. Fjalët e tij ishin një mesazh force. Fjalët e tij nuk ishin thjesht një përshëndetje lamtumire, por një mesazh i sinqert mbështetjeje dhe force. Lidhja e tyre kishte kaluar përtej lojës, duke u kthyer në një raport të ndërtuar mbi respekt dhe ndjenjë. Ky moment tregoi se ky format është më shumë se lojë. Është një eksperiencë ku njerëzit përballen me veten, krijojnë lidhje të forta dhe shpeshherë zbulojnë anë të tyre të panjohura. Largimi i Gimbos nuk ishte thjesht një eliminim, por një ndarje që la gjurmë tek ata që mbetën brenda dhe tek publiku jashtë. Ndërsa aventura e tij përfundoi, ndikimi vazhdon të ndihet. Për Selin, kjo është një provë e re, të vazhdoj pa një nga personat më të afërt. Për publikun, është një kujtesë e fuqisë së emocioneve që kjo eksperiencë sjell. Dhe për Gimbos, kjo nuk është fundi. Dhe për vetë Gimbos, kjo dalje nuk është fundi, por një fillim i ri jashtë shtëpisë me kujtime të forta dhe një histori që do të mbahet mend gjallë.